rrugën? Po, i ndërrume, kam po flasim? Jam Rama, do më thonë prej Mitrovicës i Veriut, prej Krojt Vitapët. Po, zoti Rama, cili e problemi? Unë kam një ankesë, do më thonë, kena bo kërkesë për një rregullim një rrugës, do më thonë, që na lidh dikon afër 60 metra, si kabile. Edhe tash që 3 vite jemi të bo një ankesë, një kërkesë, do më thonë, këtu në komunë, Veriut, edhe asë një hapës është ndërmarrë. Po, këtu pak ma lartë, është një parcel, dikon përmi 100 metra e kanë shtru, do më thonë, rrugën asë një banim, asë një shtëpi banueshme s'është. Kjo është, do më thonë, diskriminim, nuk e di. Edhe tash na ka aprovu një farë si kërkesë, kishë si bëhet për vitin ashëm, pa asë thët që u aprovu, do të rishikohet, thët, nuk e di, që 3 vite jedna, do më thonë, dokuna, i kom dërguar do foto, a ka mos i pëshama me qunaj ekip, edhe veç me verifiku këtë rastin, qysh na kam blokur dikon 9 familje jena, do më thonë pa qasje, në për shpia s'punë me hy. 9 familje jeni që keni mbi për? Po, e kom dërgu me do foto aty. Po? E kom dërgu edhe rrugën që e kanë shtru, pa asni, është do më thonë, vetëm parcel. Po i shohem tash në transmetim, po. Kjo është rruga kryesore, aty ma lartë, apshet ku është muri aty, tash është edhe një foto tjetër një rrugë që e kanë shtru. Veç zhavar, kanë fillu e kanë shtru. Është një foto tjetër e kam dërgu. Po, besoj tash e shohem për pak. Po, tash për pak e shohem. Po, kjo është rruga kryesore. Kjo është rruga kryesore dhe kjo rruga juaj pra është te kjo pjesa e murit aty që po shihet pak në zhë. Jo, ajo është një rrugë që e kanë shtru që nuk jetën asnjë familje. Po, ju kuptoj tash. Tash edhe pak i kom qenë 3 foto, domethënë, i kom shpart, po nuk e di tjetra pse s'po shfaqet. Po tash për pak se derisa të rregullojmë edhe e shohim rastin. Që aty, domethënë tash e kom dërgu foton ku lidhen rruga për ne familjet, që s'është që kjo rruga, përshë? Po, kjo rrugë? Po, e kom cek aty rruga kryesore. Tash rruga kryesore, këto shtëpijat këtu e kanë rrugën kryesore në qasje. Tash që kjo rruga është veç parcel që e kanë shtru domethënë komunarët. Kush e ka shtru, nuk e ditë Veriut. Do thotë kjo rruga nuk ka shtëpia që i shtëpia. Asnjë shtëpi nuk ekziston aty, veç do parcela ma poshtë, është diku përmi 100 metra. Tash, rruga ku na jetojnë, na jena diku 8-9 familje, edhe do më thonë s'kena qasje, tash edhe pak shfaqe, do më thonë ajo foto që e kom cekun edhe, jena blokum, shko Shqip nuk po mundëm na me hy shpiton, do më thonë pej rrugës, po më duhet mi bajt senet, me lën kjerin poshë, se s'po di as vetë qysh pse... Nuk është fare as me zhavar ajo rruga juaj, hiç fare? As me zhavar, as ku... Tash shfaqet, nuk e di tash ka ardhur edhe një foto. Po, e shojmë, po. E shë. Jo shtëpia, do më bani shmeqina, rruga, nuk është e banu, do më thonë e kalushme, s'mund është as me kalu. Po, qyshe ka emrin në ajo rruga juaj? Rruga jonë thirret Beslima Demi, po më duke prit. Përse këtu po të regoj edhe s'ka edhe martimet rrugës në Verijen, atë kërë Vitapët. Po. Do thonë, kja rrugë që po shifët tash, e kanë shtru s'ka asnjë familje, do më thonë ta heq, veç parcelësh. Tash rrugën nuk e di, s'po ma qëtë një mu rrugën që e ku qone.